Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit EN 23 vjeç, GS 21 vjeç, SK 20 vjeç, FM 20 vjeç, BG 21 vjeç, LL 21 vjeç, banues në Durrës për veprat penale, shkatrimi i pronës dhe veprime të dhunshme në aktivitetet sportive. Pasi me datë 12 të 4 2026, në përfundim të ndeshjes midis ekipeve të futbollit Vllaznia dhe Uta e zhvilluar në stadiumin Loro Buriqi, kanë dëmtuar disa stola në tribunat e 4 dhe e 5 dhe më pasi kanë hedhur në ambientet e brendshme të fushës. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17 vjeçar, pasi u kap me një sasi të vogël lëndë narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin BC 26 vjeç, banues në Kukës, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi dhe brenda automjetit ju gjet një stem policie. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Frangëkatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.